Mimoza Shkodër, do thona, pas 12 vitesh martes, nuk ndi asgjë më, as dëshirë, as xhelozi, asgjë. Kjo është normale apo jam thyer unë si grua? Jo Mimoza. Unë për edhentime 7 vite martes dhe thonë që 7 vite po që se duron martesa, atëre martesa është e lumtur. Ti pas ke 12 vite. Jo, Mimoza riktheu në vitet e para të martesës. Asnjëherë martesa nuk është e padëshiruar. Është partneri yt, është gjithçka. Ne rritemi me martesën, nuk e kam provuar, po gjithmonë më ka pëlqyer kjo të kesh një partner. Për mua nuk qera si, s'ndodhi. Edhe punë e madhe, ama nuk ka shanse. Njeriu, ne jemi femra dhe kur ke fëmijë, tamam si fëmijët të rriten, ashtu rritemi edhe burri rritet. Hey people, për më shumë video si këto, ju ftoj të ndiqni faqet për Kaca.